Quest News 24, përshëndetje, mirë se vini. Ky është edicioni i lajmeve i orës 16 kundër të tjera do të ndiqni. Rama sulmon media dhe gazetarët, refuzon t'ju përgjigjet pyetjeve të tyre, ndërpret konferencën e shtypit. Investigimi i vetting në News 24. Drejtoresha e tatimeve të Tiranës, Erilinda Lala, merr projekt turistik 10 milion euro në Qerret. Studioja avokatore Erion Veliaj deklaron se ka shkelje në procesin ndaj kryebashkiakut dhe se SPAK po cënon gjykimin e drejtë. Aksident i rënd në minierën e Bakrit në Spak, shplagoset minatori i Tet Albania, dëmton shtyllën kurrizore. Irani provokon sërish të hedh raketa balistike drejt Turqisë, është neutralizuar nga NATO. Shëbaz but sanksionet mbi naftën ruse për 30 ditë, por çmimet vazhdojnë të rriten. Kryeministri Edi Rama ka pranuar se ka pasur përplasje me partnerët ndërkombëtar pas vendimit majorancës për të mos lejuar arrestimin e Belinda Ballukut të kërkuar nga SPAK. Në mes të debateve me gazetarët, Rama tha se ky vendim nuk cënon hetimet apo procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ai ka komentuar edhe dështimin e projektit për portin e ri në Porto Romano. Vendimi i socialistëve për të mbrojtur në kuvend Belinda Ballukun nga hekurat e SPAK ka shkaktuar debate mes kryeministrit Edi Rama dhe partnerëve ndërkombëtar. Ky fakt u pranua nga vetë kreu i qeverisë në konferencën për mediat, ku theksoi se detyra e tij është mbrojtja e interesit të Shqipërisë. Është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret, dhe unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Rama theksoi se vendimi për rrëzimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e Ballukut nuk cënon as pak hetimin dhe procesin e integrimit evropian të vendit. Leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lënduar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Shefi i qeverisë u ndal edhe tek dështimi i ndërtimit të portit të ri në Porto Romano. Rama pohoi se ka forca të ndryshme që nuk dëshirojnë ndërtimin e këtij porti, pasi do ta forconte shumë Shqipërinë. Është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Në konferencën për shtyp, kryeministri Edi Rama debatoi për minuta të tëra me gazetar lidhur me pyetjet mbi imunitetin e Ballukut, duke u detyruar të ndërpres konferencën për 5 minuta. Nuk kam më asnjë fjalë për të thënë, u përpoqja shumë gjatë të jap përgjigjen deri në fund. U përgjigj qytetarëve 5 minuta, jo 5 minuta pushim, edhe do fillojmë pas 5 minutash. 5 minuta pushim. Një investigim i emisionit Vetting ka sjell fakte që hedhin dyshime për fshehje pasurie apo konflikt interesi nga ana e drejtoreshës së tatimeve të Tiranës, Erilinda Lala.
Nga dokumentat rezulton se zyrtarja e tatimeve fshihet pas një projekti turistik me një vlerë 10 milion euro në qerret të Kavajës, një projekt i cili po ndërtohet nga kompania 2D Construction, e cila më herët është zotëruar nga Erinda Lala, e cila ka shitur aksionet në vitin 2024. Emisioni Veting në News 24 përmes një investigimi ka sjell fakte që lidhen me drejtoreshën e Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Tiranë, Erinda Lala, duke ngritur dyshime mbi fshehje pasurie, konflikt interesi dhe lidhje të mundshme me një projekt turistik me vlerë rreth 10 milion euro në qerret të Kavajës. Sipas dokumenteve të siguruara nga emisioni, Lala ka qenë bashkëthemeluese e kompanisë 2D Construction 2025, e cila më vonë ka përfituar leje ndërtimi për një kompleks turistik me ndërtesa deri në 15 kate. Në dhjetor të vitit 2024, ajo i dhuroi aksionet e saj ortakes Marsida Dedaj, me miratimin e bashkëshortit të saj, Taulant Godroli, duke ngritur dyshime se transferimi mund të ketë qenë fiktiv për të fshehur lidhjen me projektin. Investigimi evidenton gjithashtu problematika në deklarimin e pasurisë pranë ILDKP-s. Në formularët e deklarimit rezultojnë të ardhura të konsiderueshme nga një biznes që nuk identifikohet qartë, ndërkohë që kompania ku Lala ka qenë aksionere rezulton pa të ardhura dhe me humbje financiare. Sipas dokumenteve, kompania ka marrë licencë për punime ndërtimi edhe pse ishte sapo krijuar dhe pa aktivitet real, ndërsa më pas ka përfituar lejen për ndërtimin e kompleksit turistik në qerret. Investigimi ngre pikpyetje edhe për mënyrën se si Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi projektin, pasi sipas planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Kavaj, në atë zonë lejohet ndërtimi deri në 6 kate, ndërsa projekti parashikon ndërtesa deri në 15 kate. Po ashtu, dyshime ngrihen edhe për bashkëshortin e drejtoreshës së tatimeve Taulant Godroli, i cili sipas dokumenteve rezulton menaxher i pa deklaruar në një hotel në Borsh, ku dyshohet për të ardhura të pa deklaruara. Pavarësisht kërkesave për koment nga Veting, institucionet përkatëse, përfshirë ILDKP-in dhe Agjencitë e Zhvillimit të Territorit, nuk kanë dhënë reagim për këtë rast. Investigimi hedh dritë mbi një skem të dyshuar që lidh administratën publike, kompani private dhe projekte të mëdha ndërtimi në Bregdet, ndërsa mbetet për të parë nëse rasti do të hetohet nga organet e drejtësisë. Eci më tej, studio avokatore amerikane Kazawitz ka publikuar raportin e tretë për llogaritë të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duke pretenduar se SPAK ka shkelur të drejtat e tij për një proces të rregullt ligjor. Studio avokatore amerikane Kazawitz publikon raportin e tretë në lidhje me masën e arrestit për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duke theksuar sipas tyre mangësitë themelore për një proces të rregullt ligjor. Raporti është publikuar më 10 mars dhe trajton 2 zhvillime kryesore në çështjen e kryetarit Veliaj. Avokatët pretendojnë se SPAK ka cënuar të drejtën e kryetarit Veliaj për një gjykim të drejtë. Sipas raportit, SPAK i ka bllokuar Veliajt mundësinë për të pasur akses dhe për të shqyrtuar rreth 60.000 faqe prova për të përgatitur përgjigjen ndaj tij. Avokatët amerikan pretendojnë gjithashtu se SPAK ka kufizuar mënyrën dhe mjetet përmes të cilave avokati i caktuar nga shteti për Veliajn mund të komunikojë me të lidhur me provat dhe të përgatisë mbrojtjen e tij. Raporti vjen ndërkohë që trupa gjykuese prej 3 gjyqtarësh e gjykatës së posaçme të shkallës së parë vendosi më 9 mars që SPAK t'i vërë në dispozicion Veliajt dosjen e provave për shqyrtim dhe duke shtyrë gjyqin për 2 javë. Ndërsa ky vendim përfaqëson një hap në drejtimin e duhur, avokatët thonë se mbetet për të parë nëse Veliaj mundet realisht të shqyrtojë dhe përpunojë një volum kaq të madh provash brenda një periudhe kaq të shkurtër kohe. Gjithashtu, studia avokatore amerikane thotë se SPAK paraqet argumente të pabazuara për të justifikuar vazhdimin e paraburgimit të kryetarit Veliaj. Daniel Fetterman, partner në Kazawitz LLP dhe këshilltar ndërkombëtar i Veliajt, thotë se mbështetja e SPAK tek aktivitetet e lishme të avokimit dhe lobimit për të justifikuar vazhdimin e ndalimit të palishëm të kryetarit Veliaj në Shqipëri është thellësisht shqetësuese. Studio avokatore thekson gjithashtu se ka informuar Departamentin Amerikan të Shtetit për shkak, siç pretendohet, të shkeljeve serioze për një proces të rregullt ligjor. Gjykata e posaçme ka dënuar me 59 vite e 6 muaj burg anëtarët e një grupi kriminal që përmbytën shkodrën në kanabis në 2023.
Arben Shpanti është dënuar me 13 vite burgim, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ky dënim ju reduktua në 8 vite 8 muaj burgim. Pavlin Shpanti është dënuar përfundimisht me 7 vite burg, Aleksandr Rasa, Jeton Kaçoli dhe Kristian Plepaj nga 8 vite burg secili. Nga hetimet e SPAK rezultoi se të pandehurit ishin pjesë e një grupi kriminal që kultivuan 10.000 rënjë kanabis në fshatrat Kirë dhe Pult në Shkodër. Një minator është plagosur rënd teksa po punonte në galeritë e minierës së Spaçit që administrohen nga kompania turke Tet Albania. Lajmi për aksidentin në minierë është bërë i ditur nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë që denoncon kushtet e vështira të punës në galeritë e minierës së Spaçit, ndërsa minatori 48 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Një minator mbeti i plagosur rënd teksa po punonte në galeritë e minierës së Spaçit që administrohen nga kompania turke Tet Albania. Ngjarja e rënd ndodhi në thellësitë e galerisë së minierës së Spaçit, ndërsa mësohet se minatori Edmond Gjikolaj, 48 vjeç, u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të dëmtimeve në shtyllën kurrizore. Lajmi për aksidentin në minierë u bë i ditur nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, që denoncon kushtet e vështira të punës në galeritë e minierës së Spaçit, ku sipas tyre, kompania Tet Albania operon në kundërshtim flagrant me rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së jetës e shëndetit në punë. Për këtë incident të rënd në minierë, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë reagoi vetëm pas publikimit të lajmit nga News 24, ku më herët nuk dha asnjë informacion paraprak për ngjarjen, ndonse babai i 5 fëmijëve është në gjendje të rëndë shëndetësore. Sindikata hedh akuzat të forta ndaj kompanisë turke, e cila sipas tyre i detyron punonësit të kryejnë punë jashtë profesionit dhe kapaciteteve të tyre profesionale e fizike, dhe në minierë mungon personeli i kualifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë, nuk funksionojnë këshillat e sigurisë dhe nuk kryhet vlerësimi ligjor i rrezikut. Kompania turke Tet Albania është vënë disa herë në qendër të akuzave nga minatorët, të cilët kanë protestuar për javë me radhë për përmirësimin e kushteve të punës. Aso kohë, kompania nuk pranoi të ulej në negociat me minatorët, por si mas për shuarjen e zërit të protestës, pushoi nga puna 61 punonjës. Tet Albania nuk ka bërë asnjë reagim zyrtar për aksidentin e rënd, duke tentuar ta mbajë ngjarjen të fshehtë. Një konflikt mes adoleshentëve ka përfunduar me të shtëna me armëzjarrin mbrëmjen e sejntes në Sarandë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:50 minuta në rrugën Karl Topia, ku 7 adoleshentë të moshave 15 deri 18 vjeç u përfshin në një sherr me njëri tjetrin, ku përpasoi u qellua me armëzjarrin në ajër. Policia e Sarandës bën të ditur se nga të shtënat nuk ka patur persona të lënduar, ndërsa kanë shoqëruar 2 prej adoleshentëve si dhe kanë shpallur në kërkim 5 të tjerët. Paraprakisht dyshohet se konflikti i sejntes ka ardhur si pasojë një konfliktit më parshëm të ndodhur në datën 7 mars, ku adoleshentët u përleshën fizikisht me njëri tjetrin dhe njëri prej tyre ka përfunduar në spital. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, të herë me një informacion të minutave të fundit. Belinda Balluku ka ankimuar më herët masën e pezullimit nga detyra në GJKK, ku kjo e fundit në fakt e ka rrëzuar ditën e sotme. Lidhem tani me kolegen Klodiana Lala për të marrë të tjera detaje lidhur me këtë informacion të minutave të fundit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Ina, vetëm pak minuta më parë, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi të rrëzojë kërkesën e bërë nga ish-zëvendës kryeministra dhe ish-ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku, e cila këmbgulte në konstatimin e shuarjes së masës së sigurisë e pezullimit ushtrimit nga funksionet publike. Përmes avokatit të saj Ardian Kalia, zonja Balluku i është drejtuar gjykatës së posaçme dhe kërkonte që të shfuqizohej kjo masë sigurie me argumentin se nuk kishte asnjë efekt përderisa ajo shkarkuar nga ana e kryeministit të vendit zoti Edi Rama nga të dy funksionet publike, si numri 2 qeverisë, po ashtu si ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Gjatë seancës, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, prokurori i posaçëm Dritan Prençi ka këmbgulur që masa e sigurisë
pezullim nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Balluku të mbetej në fuqi, përderisa sipas tij edhe apeli më herët e ka rrëzuar nënkimimin e zonjës Balluku dhe gjithashtu është pretenduar se kjo masë duhet të vijojë të qëndrojë në fuqi, sikurse më herët është lënë në fuqi edhe masa e ndalimit për të dalë jashtë vendit për ish numrin 2 të qeverisë. Ndërkohë që avokati i saj zoti Ardian Kalia ka pretenduar se kjo masë nuk mund të vijojë të qëndrojë dhe duhet të konstatohet shuarja e saj, përsa kohë që zonja Balluku, duke mos qenë në funksione, nuk ka se si të pezullohet nga ushtrimi i tyre, sepse sipas tij edhe sipas akteve të botuara në fletorin zyrtare, por edhe akteve zyrtare, si dekreti i presidentit apo votimi në kuvend, ajo nuk është më zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, po pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes, gjyqtari i posaçëm Erion Qela vendosi ta lërë në fuqi masën e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve, çka do thotë që për të dytën herë Belinda Balluku do duhet i drejtohej gjykatës së apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për të kundërshtuar këtë masë sigurie, pavarësisht se në pamje të parë nuk ka efekt, por me sa duket prokurorët tremben një momenti që zoti Rama mund ta rikthejë atë sërish në poste qeveritare, ka si ministre dhe për këtë arsye ata këmbulin që masa ndaj saj të mbetet në fuqi. Duhet theksuar po ashtu se ndaj zonjës Belinda Balluku është në fuqi masa shtrënguese ndalimit për të dalë jashtë vendit, që ka mbetur në fuqi jo vetëm nga apeli, por pritet tashmë shqyrtimi i rekursit të saj në gjykatën e lartë. Kjo kërkesë e zonjës Balluku është bërë më herët përpara se zoti Rama të mund ta shkarkonte nga detyra zonjën Balluku? Jo, është bërë ditët e fundit, pasi gjykata e apelit të posaçëm pati një vendim në lidhje me të. Po të kthehemi pas në kohë, zonja Balluku u caktua, prandaj zonjës Balluku u caktua masa e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve në muajin nëntor. Më pas, paralelisht, kryeministri i vendit vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese, ndërkohë që vetë zonja Balluku ju drejtua gjykatës së apelit të posaçëm me ankim në lidhje me këtë çështje, duke kërkuar shfrytëzimin e të dy masave të sigurisë. Fillimisht ato të pezullimit nga ushtrimi i funksioneve dhe ndërkohë heqjen e masës së sigurisë, ndalim për të dalë jashtë vendit, pra zonja Balluku, që nga muaji nëntor nuk mundet të udhtojë jashtë territorit të Republikës, për sa kohë që ka edhe një masë shtrënguese në raport me të. Nëse ju kujtohet, ne kemi raportuar dhe më herët, gjykata e apelit vendosi ta lërë në fuqi masën e sigurisë ndalim për të dalë jashtë vendi për zonjën Balluku, e cila në atë kohë ushtronte funksione si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, ndërkohë që nga ana tjetër vendosi të pezullojë pjesën e ankimimit që lidhej pikërisht me ndalimin e saj që të ushtronte funksione publike derisa gjykata kushtetuese të shprehej me vendim. Përsa kohë që gjykata kushtetuese, për shkak se nuk arriti kvorumin, e rrëzoi kërkesën e kryeministrit Edi Rama, gjykata e apelit e rihapi sërish çështjen dhe vendosi ta lërë në fuqi masën e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve, ndonë se zonja Balluku ishte shkarkuar ndërkohë, por sikur se thash, prokurorët i tremben fakti që zoti Rama mund ta rikthejë atë sërish si ministre dhe për këtë arsye ata kërkojnë që pezullimi paktën për momentin të mbetet në fuqi. Në këtë aspekt, pasi gjykata e apelit e la në fuqi këtë masë sigurie, avokati i saj vendosi të drejtohej gjykatës së shkallës parë, pra gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si organi vetëm që mund të bënte konstatimin e shuarjes së masës së sigurisë. Dhe në këtë seancë të ditës së sotme, që zgjati më shumë se një orë, ka patur debat juridik mes palëve, por në finale gjykata e posaçme vendosi ta lejoj vimin e masës, çka do të thotë zonja Balluku, ndonse nuk është në funksion, nuk mund të kryejë në të ardhmen, pra nëse mund të vishet sërish një funksion publik, nuk mund të ushtrojë këto funksione pasi shikohet një masë ndaluese që garanton ecurinë e hetimit. Ndërkohë që paralelisht gjykata e lartë pritet të caktojë një datë për të shqyrtuar rekursin e zonjës Balluku që kundërshton masën e sigurisë ndalim për të dalë jashtë vendit. Sikurse dihet, Kuvendi i Shqipërisë e ka rrëzuar kërkesën e SPAK, i cili kërkonte leje për arrestimin e zonjës Balluku, dhe kjo është konsideruar si një përplasje e ashpër mes kryeministrit dhe majorancës socialiste dhe institucioneve të drejtësisë, por ka hapur ndërkohë një front përplasje mes ndërkombëtarëve, pra faktorin ndërkombëtar dhe zotit Rama. Nga ana tjetër, zonja Balluku është duke u hetuar nga ana e prokurorisë posaçme prej muajsh në ndryshimet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorëve, ajo ka paracaktuar një sër procedura shtenderuese si në rastin e tunelit të Llogarase, po ashtu tendera që lidhen me ndërtimin e unazës jashtme të Tiranës, dhe bëhet fjalë për tendera në vlerë miliona euro. Ndërkohë që së fundi, prokuroria e posaçme ka qelur edhe një hetim pasuror ndaj zonjës Balluku, dhe në këtë kuadër janë duke siguruar dhe grumbulluar informacione jo vetëm për të, por edhe persona pra familjar apo të bashkëtitur me zonjën Balluku, hetimi i cili pritet të ketë edhe rezultatet konkrete. Mirë, Klodi, faleminderit shumë për detajet që përcolla. Faleminderit juve.
Mirë, ishim me kolegen Klodiana Lala për këtë informacion të minutave të fundit, ndërkohë që lëm pas zhvillimet në vend për të ndalur tek të tjera informacione, ushtria izraelite ka njoftuar këtë të premte se forcat e saj ajrore kishin goditur më shumë se 200 objektiva në Iranin perëndimor dhe qendror gjatë ditës së kaluar, teksa lufta ka hyrë në ditën e 14, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump tha në një postim në mediat sociale se SBA po shkatron plotësisht regjimin terrorist të Iranit. Ushtria izraelite ka njoftuar këtë të premte se forcat e saj ajrore kishin goditur më shumë se 200 objektiva në Iranin perëndimor dhe qendror gjatë ditës së kaluar, duke përfshirë lëshues raketash balistike, sisteme mbrojtjeje ajrore dhe vende prodhimi armësh. Lufta e cila filloi më 28 shkurt ka shkaktuar një konflikt rajonal duke vrarë më shumë se 2000 njerëz dhe duke zhytur të gjithë lindjen e mesme në trazira. Në një postim në mediat sociale, Trump tha se SBA-ja po shkatronte plotësisht regjimin terrorist të Iranit. Ne kemi fuqi zjarri të pakrahasueshme, municione të pakufizuara dhe shumë kohë, tha Trump. Ata kanë vrarë njerëz të pafajshëm në të gjithë botën për 47 vjet. Dhe tani unë, si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po i vras ata. Çfarë nderi i madh është ta bëjmë këtë, tha Trump. Udhëheqësi i suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, në komentet e tij të para të njëjtën, u zotua ta mbajë të mbyllur ngushticën e Hormuzit dhe u kërkoi vendeve fshinje të mbyllin bazat amerikane në territorin e tyre, ose rrezikojnë të sulmohen vetë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti gjithashtu konferencën e tij të parë përshtyp që nga fillimi i luftës nuk do të detajoj veprimet që po ndërmarrim, po krijojmë kushte optimale për rrëzimin e regjimit, por nuk do ta mohoj që nuk mund t'ju them me siguri të plotë se populli i Iranit do ta rrëzojë regjimin, sepse një regjim rrëzohet nga brenda, tha Netanyahu të njëjtën. Në Irak, komanda qendrore e SBA-s tha se një nga avionët e saj të furnizimit me karburant u rrëzua në Irakun perëndimor të njëjtën, duke vrarë 4 nga 6 anëtarët e ekuipazhit në bord. Rezistenca islamike në Irak, një grup i mbështetur nga Irani, tha se ajo ishte përgjegjëse për rrëzimin e avionit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se një ushtar francez ishte vrarë dhe disa të tjerë ishin plagosur gjatë një sulmi në Irakun verior, disa orë pasi një bazë italiane në të njëjtën zonë u sulmua. Turqia ka njoftuar se mbrojtja ajrore e NATO-s ka rrëzuar një raketë të tretë balistike të lëshuar nga Irani drejt këtij vendi. Ministria turke e mbrojtjes ka theksuar se përmes një deklarate i kërkon Teheranit shpjegime. Mbrojtja ajrore e NATO-s në mesdheun lindor ka rrëzuar një raketë të tretë balistike që u lëshua nga Irani drejt Turqisë, tha Ministria turke e mbrojtjes, duke theksuar se i kërkon Teheranit shpjegime. Mbrojtja ajrore e NATO-s rrëzoi raketën e parë balistike iraniane të lëshuar drejt Turqisë më 4 mars, e ndjekur nga rrëzimi i një rakete të dytë iraniane më 9 mars. Ministria ka bërë të ditur se raketa e parë u rrëzua gjatë rrugës për në hapësirën ajrore turke, ndërsa e dyta hyri në të. Turqia, ushtria e dytë më e madhe e NATO-s dhe fshinja e Iranit, e ka paralajmëruar Teheranin kundër çdo sulmi të mëtejshëm, po merren të gjitha masat e nevojshme me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë, por zhvillohen konsultime me vendin përkatës për të sqaruar të gjitha aspektet e incidentit, tha ministria përmes një deklarate. Ndërkohë nuk ka patur ende asnjë koment nga Irani lidhur me incidentin e fundit, por më parë Irani ka mohuar se ka shënjestruar qëllimisht Turqinë gjatë luftës së saj kundër SBA-s dhe Izraelit. Pas incidenteve, NATO ka forcuar mbrojtjen e saj nga raketat balistike në rajon dhe ka vendosur një sistem mbrojtës ajror Patriot të SBA-s në provincën juglindore turke të Malatias. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të lehtësojnë për 30 ditë sanksionet për naftën ruse në një përpjekje për stabilizuar tregjet globale të energjisë të trazuara nga lufta me Iranin. Megjithatë, Reuters njofton se çmimet e naftës janë drejt rritjes pavarësisht masës së fundit të SBA-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një përjashtim 30 ditor për vendet që të blejnë naftë dhe produkte nafte ruse të sanksionuara, që aktualisht janë të bllokuara në det, në atë që sekretari amerikan i thesarit, Scott Bessent, e quajti një hap për të stabilizuar tregjet globale të energjisë të trazuara nga lufta me Iranin. Çmimet e naftës bruto janë rritur ndjeshëm pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon një e pesta e naftës botërore, duke shkaktuar një mungesë historike në furnizimet globale me energji. Megjithatë, agjencia e lajmeve Reuters njofton se çmimet e naftës janë drejt të rritjes, pavarësisht përpjekjeve të SBA-s për të lehtësuar shqetësimet për furnizimin,
duke hequr përkohësisht sanksionet për naftën ruse. Analistët thanë se kjo nuk ka arritur të zgjidhë kufizimet më të gjera të furnizimit me naftë. Tregu e sheh këtë si një zgjidhje afatshkurtër që nuk adreson thelbin e ndërprerjes së furnizimit, kanë theksuar ata. Njoftimi për naftën ruse erdhi një ditë pasi Departamenti Amerikan i Energjisë tha se SBA-ja do të lironte 172 milion fuqi naftë nga rezerva e tyre strategjike e naftës për të ndihmuar në frenimin e çmimeve marramendëse të naftës. Ky plan u koordinua me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë, e cila ka rënë dakord të lirojë një sasi rekord prej 400 milion fuqi naftë nga rezervat strategjike, duke përfshirë kontributin e SBA-s. Partia Demokratike shpreh shqetësim për mungesën e një plani masash nga ana e qeverisë shqiptare për të mbrojtur qytetarët përballë krizës së çmimeve të shkaktuara nga lufta në lindjen e mesme. Ena Bozdo tha se Partia Demokratike do të propozojë një projekt ligj i cili do të detyrojë qeverinë të marrë automatikisht masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburantit. Ndërsa çmimi i 1 litri karburanti në Shqipëri po i afrohet me shpejtësi nivelit të 200 lekëve të reja për litër, dhe çmimet e ushqimeve bazë të shportës po rriten gjithashtu, në këtë situatë vërtet shqetësuese dhe me pasoja për ekonominë familjare dhe atë kombëtare, i vetmi akt që qeveria shqiptare bën për të përballur me këtë situatë është një kafe pune me grosistët e naftës, si dhe siguria e dhënë sa për të largohen se qeveria është duke monitoruar nga afër situatën. Ndërsa gjitha vendet e Bashkimit Evropian praktikisht po vrapojnë të ngrejnë pa humbur kohë instrumentet për të përballur me krizën që tashmë po troket. Me synimin e vetëm të mbrojtjes së qytetarëve të tyre dhe të ekonomisë kombëtare, qeveria shqiptare nuk ka ndërmend të bëjë asgjë të tillë. Ditët e fundit, rritjet e menjëhershme dhe të njëkohshme të çmimit të naftës nga të gjithë tregtarët në Shqipëri treguan se kjo rritje është e organizuar dhe me shumë gjasa përmban element të kundralishëm. Për këtë i bëjmë thirrje autoritetit të konkurrencës të monitorojë sjelljen e kompanive në këtë treg nga shumë afër dhe të ndërhyjë menjëherë në rast se verifikohen situata kartel dhe abuzimi me çmimin e naftës si dhe të ushqimeve bazë të shportës. Ditën e hënë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në kuvend një projekt ligj që do të detyrojë qeverinë në rastin e krizave energjetike të shkaktuara nga situatat globale, nga forca madhore, të marrë automatikisht masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburantit. Në lindjen e mesme jetojnë 2962 shtetas shqiptar, të cilët janë kontraktuar të gjithë dhe vetëm 138 prej tyre kanë shprehur interes për të larguar nga vendet e përfshira në konflikt. Shifrat u bën të ditura nga Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha gjatë raportimit në Komisionin e Punëve të Jashtme. Gjatë raportimit për situatën në lindjen e mesme përpara Komisionit të Punëve të Jashtme, Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha bën të ditur se Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë ambasadë në vendet e prekura nga lufta, ndërsa janë regjistruar dhe kategorizuar të gjithë qytetarët që kanë kërkuar ndihmë. Pavarësisht nga përshkallëzimi i situatës, pavarësisht përkeqësimit të situatës sigurisë, ndryshe nga shumë vendet e tjera, Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë prej përfaqësive diplomatike në vendet e prekura. Dhe ka bërë këtë jo se nuk ka respektin e nevojshëm për diplomatët tanë që evaluojnë në kushte të vështira, për familjet e tyre, u ka dhënë këshillet e dura, i ka ndjekur rekomandimet e tyre, por ka qenë shumë e rëndësishme që ne të kishim njerëzit tanë atje, në krye detyrës, në krye të punës dhe në kontakt në lidhje të vazhdueshme të pandërprer me qytetarët tanë atje. Ministri Hoxha tha se në lindjen e mesme jetojnë 2962 shtetas shqiptar, të cilët janë kontaktuar individualisht dhe 138 prej tyre kanë shprehur interes për t'u larguar. 2962 shtetas rezident, 543 shtetas me qëndrim përkohshëm, nga këta të kontaktuar 2511, të interesuar për të larguar nga zona e konfliktit që e kanë shprehur vetë, kanë qenë 138 shtetas. Janë larguar individualisht përmes kanaleve mënyra të ndryshme me zgjedhje personale 45 shtetas, janë evakuar me asistencën e shtetësve treg, sepse është një praktikë e përhershme që kur një shtet që ndoshta ka dhe mundësi më shumë, që ka dhe qytetarë më shumë, organizon lëvizjen e shteteve të vet, kur ka vende të lira, ne kemi qenë në kontakt me ta, nëse keni 5 vende të lira, do jemi të lumtur.
kemi bërë 17 shteta janë kthyer në këtë formë. Po ashtu, Hoxha bën me dije se Ministria është në kontakt me partner ndërkombëtar dhe organizata humanitare për të identifikuar mundësitë e mbështetjes në terren të qytetarëve që ndodhen në rajon. Për të bërë të mundur largimin e qytetarëve nga Irani, ai tha se po bashkëpunojnë me gjysmëhënën e kuqe atje, si dhe me zyrën e organizatës ndërkombëtare të migracionit në Teheran. Gjirokastra qeli sipanin e aktiviteteve për ditën e verës me festën e karnavaleve, parada shumë gjyrshe, kostumeve të fëmijëve, solli një atmosferë festive në rrugët e qytetit, ndërsa dhjetra qytetarë dhe turistë ndoqën aktivitetin në zonën historike. Karnavalet në Gjirokastër janë një traditë e vjetër popullore, e cila lidhet me ritualet e zgjimit të natyrës dhe përfundimit të dimrit. Kjo fest dokumentohet në qytet që në fillim të shekullit e 20, ndërsa në atë kohë personazhet e maskuar interpretoheshin kryesisht nga burra dhe shoqëroheshin me muzikë, valle dhe humor. Pas një ndërprerje të gjatë periudhës së diktaturës, karnavalet u rikthye në qytetin e Gurt pas rreth 70 vitesh mungesë, duke u shndruar sot në një aktivitet kulturor që synon të gjallërojë jetën artistike të qytetit dhe të tërheqë po ashtu vizitorë në prag të sezonit turistik. Me këtë informacion kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Klikoni në balkanweb.com do të njiheni aty me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe mund të na ndiqni live. Mjafton të klikoni në live streamin ton. Mirë takofshim bashkë.